quar në 5%, domethënë e mundur kjo, ose më fal, përpara se të shkojmë, e keni parë mesazhin që nxori Donald Trump në Truth Social në lidhje me mesazhin që i kishte quar Mark Rutte? Komenti, e keni parë juve? Jo. Se keni parë? O, seriozisht. Atëre, do t'ja shoj regjis, sepse nuk e përgatita me idenë që ju e mund ta keni parë, dhe regjia kur ta ketë mundësisht teknikisht ta bëj, sepse është diçka që po e bëj tani, do t'na japin ekran, ta shikoni se është fantastik. Të gjitha mediat, Deutsche Welle thoshte lajkat e Mark Ruttes ndaj Trumpit, të tjerët kanë thënë në komentet kanë qenë në një lëvizje të paprecedent diplomatike, se është një mesazh, ju keni qenë vetë ministër, që një ministër ose një funksionar i lartë mund të dëgojë dikujt. Trumpi e ka marrë dhe e ka nxjerrë, e ka plasur në Truth Social. Atëherë, do t'ja çoj kolegëve në regji dhe kur ta kenë... Bërit njëjtën gjë me ambasadorin e Amerikës në Ja, Izrael. vetëm një sekond, se ishte unë nuk kisha ndërmend të zgjatesha në këtë pjesë, por e keni parasysh vetë, nxjerrni gati teknikisht, streçoheni, mblidheni dhe kalojmë me scroll nga poshtë lart ose nga lart poshtë, më saktë nga lart poshtë, nëse kemi të mundur, për ndryshe marrë dhe lexojun. Atëherë vim tek biseda e 5%-shit. Do të thënë 5% është domosdoshmëri, që se flasim për ngritjen, dy elementi janë të rëndësishëm si vendantar i natës. Nivelet operacionale, cilat përputhen me strategjinë e sigurisë tënde kombëtare dhe strategjinë e sigurisë ushtarake, dhe ndërveprimi ose interoperabiliteti me vendet e tjera anëtare të natës. Për ta bërë këtë, do të thënë çdo gjë fillon nga pajimet e ushtarit deri tek mjetet më të rëndësishme që mund të jenë, do të thënë edhe më të kushtueshme. Ajo që unë mendoj është që Shqipëria në situatën që ka, edhe sikur të jap 10% buxhetit mbrojtjes ta shpenzoj me efektivitet, do të thënë qoftë për 10 vjet, vështirë se do të kapi nivelet operacionale që duhen, por që një vend që të garantojë ato elementë cilët i ka parashikuar strategjinë e sigurisë kombëtare dhe të sigurisë ushtarake dhe shpresoj që Presidenti i Republikës, Kryeministri, Kryetaria e Parlamentit dhe disa të tjerë ti lexojnë këto dokumenta, se i kanë miratuar pa i lexuar, ti lexojnë për nxjerrë se kush janë detyrimet dhe në bazë atyre dhe pastaj investimet ekonomike apo financiare që bëhen. Është shumë e rëndësishme pastaj jo vetëm sa përqindje të prodhimit brendshëm bruto ti dedikon për mbrojtjen, por çështja është sa efikas është nga pikpamja e investimit ushtarak ky lloj investimi. Ajo që unë kam shqetësim është që Shqipëria është një vend i vogël. Kostot nuk është vetëm në blerje. Kostua më e madhe kur je në sistemin e mbrojtjes është mirëmbajtja dhe operacionaliteti. Prandaj unë kam thënë që zgjidhja më e mirë që mund të jetë për Shqipërinë dhe për vendet e rajonit Ballkan që janë anëtare të NATO-s është shembulli tipik i vendeve balltike. Kur ti ecën me joint procurement, me një unifikim të mjeteve, ndërtime i strukture do të thënë ushtarake të ndërveprueshme në rajon, duke pas parasysh edhe kërcënimet që i kemi të përbashkëta në rajon që lidhen me Serbinë, me Rusinë edhe me Kinën. E thash para pak minutash, po të shikosh buxhetin e mbrojtjes së Shqipërisë është 2%. Po të shikosh sa pjesë e këtij buxheti dedikohet për efektivitet operacional ushtarak, është një nivel shumë i ulët. Po të shikosh buxhetin e mbrojtjes së Kroacisë është 1.8%. Por në qoftë se ka investime ushtarake sot në rajonin e Ballkanit, është Kroacia shumë hapa më përpara se të gjithë vendet e tjera, por më dominante është Serbia, sepse Kroacia duke pasur një qasje drejtë në raport me kërcënimet që i vinë, e ka rritur dhe efektivitetin e investimit që ka bërë, do të thënë, në strukturën e vet ushtarake. Prandaj, ajo që unë mendoj është që lideri ynë suprem, kur shkon jo tek ideja se sa do të arrisim buxhetin, por si do të arrisim buxhetin e mbrojtjes dhe sa efektivitet ka rritja e këtij buxheti në Shqipëri për të pasur këto dy elementë që është niveli operacional i forcave të armatosura, i cili sot është më kompleks se çka qenë përpara, do të përfshin dhe atë pjesë që u diskutua të 1.5%, sepse mbrojtja sot nuk është vetëm një mbrojtje thjesht ushtarake, është mbrojtje kibernetike, është inteligjencë, është infrastrukturë, është shpejtësi, është lëvizje, më shumë si koncept. Dhe kur rrit fondet për akshin, mund të hyjë te buxheti i mbrojtjes, kjo është ideja? Çështja është, këtu ka një thin line, sepse ti duhet përpiqesh për atë fond të akshit që është i dedikuar për çështje të sigurisë.
jo për çështje civile e tjera. Qartë. Por mençuria është që E kam ti fjalën duhet për të mbrojtur Akshi Shiko, është Akshi është vetë, ka një Agjencia agjenci Kombëtare kibernetike brenda Informacionit. forcave të e para NATO-s. një A ka një agjenci tjetër? Unë nuk mendoj që ka, e kam vete Ministri e Mbrojtjes. Ajo për mua duhet jetë e integruar në një lloj mënyre sepse nuk mund veprohet, sidomos në një vend vogël në mënyrë të disintegruar në mbrojtjen kibernetike. Por edhe kur vjen puna tek mjetet e rëndësishme, të cilat do të kanë kosto më të mëdha operacionale dhe mirëmbajtje, dual function do të është gjithmonë, po them një gjë që duhet funksionoj. Kur kam qenë ministër mbrojtje, më vinë përfaqësues e Bashkimit Evropian me ministrin e Brendshme, më thonë, zoti ministër duhet ndar forca navale nga roja bregdetare. Po, e ke thënë këtë në emision dhe the, por kush është forca navale, sepse nuk ishim mjetet forcë navale në atë kohë. Dhe ne pam një shembull tipik që ishte shembulli i dy në Hollandën e Mark Rutës. Belgjika dhe Holanda, Eksakt. të cilët kishin forcë navale dhe roje bregdetare, të cilat kishin disa funksione. Kishin funksionin ushtarak, kishin funksionin policor, kishin funksionin mjedisor, kishin funksionin ekonomik. Dhe humanitar. Dhe e bënin këtë veprim, do të thënë në mënyrë të organizuar në kush e drejton të operacionin. Jo mjeti, se nuk e drejton operacionin mjeti. Pra kishin dilin mjet, më the. Ne kemi Shqipëri dhe po kemi sa lloj helikopterësh kemi ne. Po të kemi më shumë lloj helikopterë se ato që fluturojnë. Kemi në mjetet transportit mbi 50 lloje ndryshme mjetet transportit. E cila është absurde. Është një katastrofë. Është katastrofë nga pikpamja e mirëmbajtjes, organizimit e tjerë. Nuk është çështja tek blerja në forcat armatore, është çështja tek mirëmbajtja e tjerë. Ti mund ta blesh, por kosto e mirëmbajtjes shumë. Më fal, në pres një sekond. Kugaret që u morën nga Eurocopter, kompani e konsorciumit Airbus, që është Gjerman, Britanik, francez. Francez ishte në ato, po. Francez. Eurocopteri ishte pjesë Airbus. Eurocopteri ka Anglinë brenda, ka Gjermaninë, por ka shumicën e ka Franca. Kur flasim për Kugar, ishte, do thënë, francez. U ble me një prapavi politike. Po, kishte interes politik, se ishte antarësimi i Shqipërisë NATO. Eksakt. Ne për shembull. Dhe erdhi një sekretar, se në atë kohë në nivel sekretarësh vinin, se tani vjen presidenti i Francës, dhe tha në konferencë për shtyp miku im Sali Berisha që ka bërë punë kaq të mirë. Negociator ka qenë Pierre Lulushi. Në fakt ishte kurse kësaj radhe ishin liberalizimi i vizave. Eksakt. Dhe kësaj radhe blerja e apashëve amerikan. Pse u bë? Për t'i bërë qefin Donald Trumpit? Sepse ajo që kam unë historinë Ministrinë e Mbrojtjes është që dhurata kushton më shumë se sa ti blesh. Po ti marrësh dhurata, ato që janë përdorura kosto është ndonjëherë shumë herë më e madhe se sa ti blesh të ri. Për shkak sepse ka të bëjë me atë proces që unë të thash. Se cilat ishin nga këto ishin për shembull ne kemi pasur dhurat nga Eurocopteri, 105. Tani duhet ta kujtoj, ishin vetëm për rikondicion, se nuk ishin kapacitete do të zhvendosjes trupave, ishin fare të vegjël. Files 12 dhe shqyr mirë kuptimit të zotit Berisha në atë kohë që ndam tek Ministria e Brendshme dhe tek Ministria e Shëndetësisë, sepse do ishte një problem shumë i madh si kosto për Ministrinë e Mbrojtjes. Po ashtu, do të thënë, kur bëm rojën bregdetare, rojën bregdetare ne kemi bërë me Damin, i cili ndërtoi pastaj anien në Hollandë dhe pastaj do në filloj procesin e ndërtimit. Pra edhe njerë, ajo që duhet them është e thjeshtë, për mua, buxheti i mbrojtjes duhet jetë i mirë menduar, për shpenzime të cilat shkojnë në operacionalitet. Për mua, nëse duam të flasim si vend antar i NATO-s, ne duhet ndërtojmë deterancë politike, ushtarake dhe economy of scale në nivel rajonal. Pse e them këtë? Rreziqet që ne kemi në rajonin e Ballkanit janë rreziqe të përbashkëta dhe për Sloveninë, dhe për Kroacinë, dhe për Malezi, dhe për Maqedoninë. Dhe e dyta duhet shkuar pra në një analizë përbashkët. Ka vajtur zoti Rama sot në summit, çështja e Ballkanit nuk është një çështje pa rëndësi. Kujtohet atë çka tha presidenti Trump raport me Kosovën. Doja të pyesja, po në fund po mos Dhe kjo është një gjë që duhet na bëj të mendojmë mirë. Po, folëm me presidentin Putin edhe për Kosovën. Unë nuk e di sa zë ka pasur sot për çështjen e sigurisë në rajonin e Ballkanit. Nuk ka pas samite tjera. Vetë NATO e ka bërë, do të thënë, qëndrimin raport me Diu, më fal. Jo, mos e mbyll, për gjë pyetësime pa e mbyllur. Nëse Donald Trumpi bën pazar me Kosovën, me Putinin, do ndryshosh mendim për presidentin Putin, për presidentin Trump? Po ti më thua nëse, po mbas e ndryshon për mira edhe unë do ketë duar trokas. Nëse është kundër interesit tim kombëtar, padyshim që kam qendrim tjetër. S'kam asnjë lloj diskutimi raport, por ma lejo ta mbyll. Pra, e para njerë, unë mendoj që në këtë summit kryeministri duhet shkonte pas një diskutimi me kryeministrat e tjerë të vendit të rajonit për të ngritur çështjen raport me Serbinë, e cila është fuqizuar nga pikpamja ushtarake,
dhe jo për qef, në bashkëpunim me Rusinë dhe me Kinën. E dyta, duhet pastaj që ikone një veprim të përbashkët për të krijuar këto element që unë thash, dhe interesi jonë si shqiptar, në partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por qoftë edhe me industrinë ushtarake europiane, është që të ndërtoj një economy of scale. Pra në qoftë se ti do të bësh një unifikim të këtyre mjeteve të cilat kanë kosto të mëdha, ti mund të kesh investimet të qëndësishme të industrisë ushtarake amerikane, e cili është një interes plus, do të thonë për sigurinë, përveç asaj artikullit 5 që ka sot NATO. Demiraj. Me qënë se zoti Mediu e ceku pjesën shqiptare, unë po kaloj pak më tepër. Unë besoj që ky summit ka një vlerë historike. Kretë ndryshe nga gjithë summitet e tjerë, për të vetme në arsye se falë presionit të presidentit Trump, për herë të parë merret një vendim për të arritur në mënyrë të ndjeshme buxhetet ushtarake. Dhe kjo vjen në një kohë kaq delikate dhe kaq të domosdoshme për situatën gjeopolitike që po kalon në nivel global, që po kalon për shkak se agresioni i vitit 2022 nëzori zbuluar fuqin, në mënyrë të veçantë fuqin e Bashkimit Evropian. Dhe unë besoj që ai 800 miliard, 850 miliard që kanë marrë angazhim, pavarësisht se do të jetë shumë e vështirë për të gjitha ato që tha pak më para Fatmiri, edhe është krejt e vërtet, është krejtësisht e lehtë për t'i blerë sistemet. Problemi më i vështirë është integrimi, për shkak se Bashkimi Evropian duhet t'i blejë të gjitha sistemet, ti mundsoj tanket, avionet, sistemet e mbrojtjes kundërore, ti ketë të një lloj, jo në disa lloje, për shkak se integrimi i tyre me njëri tjetrin, për të maksimalizuar rezultatet në fushë betejë, është shumë i kushtueshëm në rast se janë mjete dhe pajisje të tjera. Së dyti, vjen një moment historik për shkak se edhe Kina, edhe Irani, edhe Korea e Veriut, edhe Federata Ruse vazhdojnë të investojnë në një sasi të jashtëzakonshme në sistemet ushtarake, jo vetëm nga ana sasiore, por edhe nga ana cilësore. Dhe kemi parë që pavarësisht mbështetjes të jashtëzakonshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë administratës Biden dhe të gjithë Bashkimit Evropian me të gjitha mundësitë që kanë pas, përsëri nuk ja kanë dalë për ta mposhtë nga ana ushtarake Federatën Ruse. Dhe ky është një vendim që do të ketë që do të sjellë rezultate të jashtëzakonshme, për shkak se edhe Kina, edhe Rusia në të ardhmen do të pyeten, do të jenë shumë të kujdesshëm për të ndërmarrë vendime. Ju bëri përshtypje që nuk u përmend Rusia si vend agresor në Ukrainë, në konfliktin e Ukrainës, por u përmendën vetëm rreziku potencial që vjen nga Rusia. Rreziku jo potencial, rreziku afatgjatë që vjen nga Rusia. Për shkak sepse administrata Trump është e vendosur për ta jo për ta provokuar, për ta zbutur, por përpiqet me gjitha format, për shkak se për ta përmbyll, objektivi kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitet e ardhshme është Kina. Se ditë këtë dalë deklarata përfundimtare e summitit, se deklarata përfundimtare e summitit është ajo që përcakton guidance për sa i përket NATO-s dhe rreziqet që janë. Po është rënd dakord, për 5% që në është rënd dakord. 5% që po flas në aspektet kush janë kërcënimet, sepse Rusia... Atëre, shumë shpejt, dy informacione që mësjell kolegja Juela Meçani, kryedaktore e emisionit, që i ka gjetur në fakt, nuk është hallakatur shumë për t'i gjetur, i keni në Balkan Web, jo më kot ne referohemi dhe në kohë reale Balkan Webit, sepse janë vërtet shumë me informacione. Një detaj të vogël, Dritan Demiraj, Pete Hegseth, ministri i mbrojtjes i Amerikës, të thotë ty dhe gjithë të tjerëve që keni dyshime se çfarë ka ndodhur në Iran, shkoni, thotë, dhe gërmoni dhe në Fordow, për gjithë ata që mendojnë që nuk është pak me batutë, se the që nuk e arritën objektivin, për gjithë ata që thonë që nuk e arritën... Aq sa duhej. Okej, kjo është e para, dhe e dyta, një sqarim po te Balkan Webi, Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ka sqaruar komentin e Dedi, babi, tha nuk e quajta Donald Trumpin baba, tha, por si një baba që i qorton, e kishte edhe ky me merak. Atëherë më jepni pak atë që dërgova, që e kemi, sepse e kemi teknikisht, po më thoni, okay. Shikoni pak se çfarë thot. Problem dizinformimi. Një sekond me diu, se është interesante, po ta lexoj, është në anglisht, po ta lexoj. Zoti presidenti dashur Donald, urime dhe faleminderit për veprimin tuaj vendimtar në Iran, ishte me të vërtet jashtëzakonshëm dhe diçka që askush tjetër nuk guxoi ta bënte, na bën të gjithëve më të sigurt. Sonte po fluturoni drejt një tjetër suksesi të madh në Hag, nuk ishte e lehtë, por i kemi marrë të gjithë nënshkrues të 5%-shit. Donald, ti na ke çuar drejt një momenti vërtet të rëndësishëm për Amerikën, Europën dhe botën, do të arrish diçka që asnjë president amerikan për dekadash nuk ka mundur të realizojë. Europa do të paguajë në një mënyrë të madhe, po e kthem tani kështu se jemi
në kohë reale, edhe siç edhe duhet, dhe kjo do të jetë fitoria jote, udhëtim të mbar dhe shqemi në darkën e madhërisë së tij, mos po, në darkën e madhërisë së tij, pra që do të shtrojmë mbreti i Hollandës. A ka kjo? Po. Më eficiente me natyrën dhe për Që ka Donald Trumpi. Dhe kjo është strategji. Ai sekretari i përgjithshëm i NATO-s ditë flas dhe ndryshe. Dhe kjo nuk duhet keq interpretuar që Donald Trumpi t'ju përkëdhel Sedra dhe vajti dhe nxori në Truth Social. Është mënyra se si flet. Komentet ishin sot, domethënë unë mua thash se mendova se kishte lexuar Deutsche Welle thonte lajkat e Mark Ruttes për Donald Trumpin, disa tjerë thonë një veprim as pak diplomatik ky merr dhe një gjë që Por Donald Trumpi e njeh PR-in dhe publicitetin e shef nga një këndvështrim tjetër që kanë parë politikanët. Shumë shpejt për këtë 5% e NATO-s dhe një koment për summitin e Sekenit, sepse 2 minutat e fundit ja kam dedikuar